Filantropi bulgar, doktor Milen Vrabevski, ka vizituar Pustecin ku ka folur mbi marrëdhëniet e ngushta mes Bullgarisë dhe Shqipërisë. Ai theksoi rëndësinë e bashkëpunimit kulturor dhe iniciativave të përbashkëta që forsojnë lidhjet historike dhe shoqërore mes dy popujve. Doktor Vrabevski u ndal edhe te procesi i integrimit evropian të Shqipërisë, duke shprehur mbështetje të hapur për anëtarësimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian. Ai uroi që ky proces të ecë me ritme të shpejta dhe të sjellë zhvillim, mundësi të reja dhe shumë perspektivë për qytetarët shqiptar. Fillimisht duat ju falenderoj për mikpritjen. Kemi marrëdhënie shumë të mira si shtete dhe ne krenohemi me këtë gjë. Duat ju uroj suksese në rrugën e eurointegrimit dhe duat ju them se Bullgaria do të jetë gjithmonë në mbështetje të Shqipërisë në këtë rrugëtim. Kemi pasur dhe do të kemi gjithmonë bashkëpunime mes nesh për ta bërë sa më të lehtë rrugëtimin e eurointegrimit. Bullgaria do të jetë gjithmonë një mbështetje e madhe për Shqipërinë. Këto deklarata filantropi i bëri gjatë vizitës në Pustec, ku fondacioni që ai drejton ofroi shërbime mjekësore falas për banorët e zonës.